Vatra në Chicago organizoi turneun e futbollit për fëmijët shqiptar aty. Disa pamje janë këto nga Soccer Tournament 2025, e cila organizuar nga Vatra Chicago më 15 qershor. Një falënderim i veçantë drejtohet Qendrës Kulturore Shqiptare për mbështetjen e bashkëpunimit, që ky event të dilte sa më i suksesshëm. Zoti Arlind Peçi, Albion Gjinika, zonja Manuela Papazisi, Elvis Aga, Ilir Numani, Bashkim Arifi, Lul Doçi, Toni Abaze dhe Klajdi Duka. Sporti i ka bashkuar njerëzit ndërsheku, ashtu siç na bashkoi dhe ne sot si shqiptar nga gjithë trevat e Shqipërisë. Loja organizuar nga disa skuadra fëmijësh sipas grup moshave të ndryshme. Nga Michigani kishin ardhur 2 skuadra për të luajtur me fëmijët shqiptar të Illinois, të cilët mbi të gjitha u larguan me fitore dhe morën me vete 3 kupa të skuadrës fituese, lojtarit më të mirë, si dhe golshënuesit më të mirë. Çfarë bëri këtë event më të veçantë ishte pjesëmarrja e si e ftuar nderi e futbollistës së quar Riga Kalaba, të cilën patën rastin të takojnë dhe të marrin autografe shumë fëmijë. Riga jo vetëm që luan për kombëtarën e femrave të Kosovës, por kohët e fundit është pallur lojtarja më e mirë në Chicago për gjithë Illinois.